Kjo gjë duhet bërë para se të mbushni 35 vjeç, sepse në të kundër do të vuani nga këto shqetësime. Ulënduesi sugjerojnë se meshkujt duhet të krijojnë familje para se të mbushin moshën 35 vjeçare, në mënyrë që bebet e tyre të lindin edhe pa probleme të mëdha. Një studim i cili ka analizuar gjithsej 40 milion bebe ka zbuluar se rreziku i komplikimeve gjatë lindjes fillon të rritet kur baballarët janë në mesin e viteve të tyre të 30-ta dhe ky rrezik rritet dukshëm pas të 45-tave. Për dekada të tëra femrave është thënë se do të rrezikojnë shëndetin e bebes nëse ndjekin fillimisht karrierën dhe lënë krijimin e familjes për vitet e mëvonshme. Por ky studim i ri i cili është publikuar në British Medical Journal ka treguar se për shëndetin e bebes përgjegjësi duhet të marrë edhe mashkulli. Një nga ulëntuesit të këtij studimi, profesor Michael Eisenberg, ka thënë se posa mbushni moshën 35 vjeç, menjëherë ka një rritje të rrezikut të defekteve në lindje tek bebet, sidomos edhe te çiftet në mezomoshë.